Përshëndetje të dashur peshore, do bëjmë një mesazh për ju dhe është për të çuditur po qeshën nga që gjithmonë diçka me balancë kur ka të bëjë me ju dhe po ta zgjidhja vet nuk do ishte kjo letër, është toka apo qielli dhe toka. Qielli dhe toka të dashur. Me sjell një mesazh për balancë, absolutisht mes vizionit dhe realitetit. Mes asaj të dashur peshor që dëshiron dhe asaj që po ndodh realisht. Kjo periudhë kërkon që peshorja të ndaloj së jetuari në mendime dhe të filloj të bëj veprime konkrete. Kjo letër flet të dashur peshor për nevojë për toksim. Peshorja shpesh e ka mendjen plot ide, plane dhe dëshira, por kjo javë kërkon që ato të zbritin në tokë, në realitet. Nëse diçka është në proces, mos e idealizo. Puno me fakte që ke, jo me ato që do të ishin perfekte. Në aspektin praktik, kjo letër do të thoshte në punë apo projekte, përqendrohu me hapat e matshëm, çfarë mund të bësh sot, jo çfarë do të donte situata të ishte, apo do të doje situata të ishte. Në financa mos shpreso të premtime apo mundësi abstrakte, bazohu në vendimet se çfarë mund është e sigurt. Në marrëdhënie mos e kërko harmoninë duke shmangur të vërtetën. Qartësia është më e vlefshme se sa qetësia e rreme, të dashur peshor. Kujdes me ndarjen e energjisë, mos i jep shumë apo më shumë se çmerr dhe mos i vendos të tjerët përpara planeve të tua. Të dashur peshor, nëse arrin të ruash këtë ekuilibër mes ëndrrës dhe praktikës, periudha që vjen do të jap rezultate të prekshme, sidomos në fushat që lidhen me punën, karrierën ose stabilitetin material. Por nëse mbetesh në teori, idetë mund të fillojnë të rëndojnë si barr pas zbatim, të dashur peshor. Tani është momenti për të ndërtuar me duar, jo vetëm me fjalë apo plane. Pra, në thelb të dashur, mesazhi për ju është: mos kërko për sosmëri, kërko për parim, zbato idetë në realitet dhe balanco ëndrrën me tokën nën këmbë, të dashur peshor.